Parashikimi I motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma, juftoj të njeni me parashikimin e kushteve atmosferike për vendin tonë. Sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak, ditën e sotme vendi ynë u ndikua nga kushtet të qëndrueshme atmosferike. Moti ishte I kthjellët në të gjithë territorin, përjashtuar dhe vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje të vendit. Era ka fryrë me drejtim verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet ka fituar shpejtësi 14 metër për sekond, e shoqëruar me valcim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 17 deri në 36 gradë, në zonat të ulta 18 deri në 41 dhe në Bregdet 21 deri në 39 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesër me vendi ynë do të ndikohet nga po të njëjtat kushte atmosferike. Moti parashikohet I kthjellët, përjashtuar dhe vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje të territorit. Era do të fryjë me drejtim veri perëndim dhe jug perëndim me shpejtësi mesatare 5 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të arrijë shpejtësi 10 metër për sekond, e shoqëruar me valzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 18 deri në 37 gradë, në zonat e ulta 19 deri në 39 dhe në Bregdet 20 deri në 37 gradë Celsius. Ky ishte dhe parashikimi I motit për sot dhe nesër. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Kosova nesër. Rajoni nesër. Europa nesër.